Më doli përpara sot një video më shumë se sa skandaloze dhe patjetër që e ndava edhe me ndjekësat e mi në Instagram. Një nënë, nëse mund ta quaj nën në fund të fundit, sepse nuk dua as ta quaj të tillë. Ishte në gjendje të dehur dhe nuk e keni idenë se çfarë gjëra skandaloze po i bënte fëmijës së saj. Gjatë gjithë kohës që pasha atë video thjesht më shtrëngoi diçka në krahëror se si njerëz të tillë mund të quhen prindër. Dhe jam shumë e sigurt që këta lloj prindërish bëhen prindër vetëm nga llafet e mamas, nga llafet e vjerrës, nga llafet e vjerrit, nga llafet e të gjithë njerëzve të botës, përveç se të bëjnë atë që ndjejnë me të vërtetë. Fëmia sipas këtyre duhet bërë sepse kjo është thjesht një detyrë që e ka caktuar Zoti. Duhet bërë kur ke një marrëdhënie skandaloze me burrin, sepse pasi të lindi fëmia do lidheni akoma më shumë me burrin. Si ka mundësi që janë kaq mendjecekët si njerëz dhe nuk e kuptojnë që fëmia të dojë që të jesh shumë më i fortë përpara se ta sjellësh këtë fëmijë në jetë, si në marrëdhënie me burrin, si me trurin tënd, është gjëja më e rëndësishme që mund të duhet përpara se të lindësh një fëmijë. Si me anën tënde shpirtërore, sepse ai fëmijë nuk të ka absolutisht asnjë lloj faji, sepse ti mund të jesh shumë e plogësh në shpirt. Patjetër që është edhe ana tjetër që mos ta gjykojmë pa e ditur se si e ka patur situatën. Po prapë unë mendoj që nëna edhe nëse është në gjendje më të pavetëdijshme të mundshme që sërish ka një lloj ndjeshmërie brenda vetes, të cilës nuk mund t'ia bëj kurrë sesi diçka të tillë fëmijës së saj. Unë nuk ja këshilloj asnjë njeriu të cilët vuajnë nga ankthi atë lloj video, pasi ishte një video shumë e tmerrshme dhe gjatë gjithë kohës që e shikoje, të mblidhej një lëmsh dhe të lotonin syt vet sepse ishte me të vërtetë shumë skandaloze dhe shpresoj që kurrë mos më shikoj më syri video të tilla në internet, si nga nëna që është gjëja më e pabesueshme në botë, po edhe nga njerëz të tjerë që u bëjnë gjëra të tilla fëmijëve. Thjesht mendoj dhe them mos u gjend shpirti derman. Kaq.